rezonanca nuk është veç ky spital. Rezonanca është një, mund të them, ndërmarrje apo një organizimi më i madh shëndetësor në nivel të Kosovës pas shtetit. Do të thotë rezonanca si një njësi, si një kompani, e ka poliklinikën e cila është në Pejton, e kemi kolegjin mjekësor, i cili është ekskluzivisht kolegj mjekësor, pa asnjë lami tjetër pa drejtim tjetër të lamive tjera, të shërbimeve tjera. Ne kemi në kuadrat e kolegjeve tjera edhe drejtime mjekësore, por nuk janë primare mjekësore. Domethënë primari kanë disa lami tjera, kanë si shtesë këto ose sekondare, terciare, më thënë, shërbime shëndetësore. Kurse rezonanca ekskluzivisht në kolegji rezonanca i ka të gjitha drejtimet i ka vetëm mjekësore. Përveç mjekësisë përgjithshme të gjitha drejtimet tjera mjekësore i kemi. Pastaj është spitali i përgjithshëm, pastaj është spitali i përgjithshëm rezonanca 2. Mandej po shkojmë me rënd që janë kështu gjeografikisht, pastaj kemi shkollën e mesme, e cila edhe ajo është ekskluzivisht shkolla mesme vetëm mjekësore. Pas shkollës mesme vjen spitali rezonanca 3, i cili është spital kryesisht mirët me trajtimin e varfshmërive. Çfarë do qofshin ato varfshmëri? Nuk janë varfshmëri vetëm prej drogave ose substancave narkotike, po janë varfshmëri të gjitha natyrave. Lirisht mund të flas po dal prej rezonancës 2, po shkoj te rezonancë 3. Rezonanca 3 udhëheqet prej një eksperti, ka shumë ekspertë që punojnë aty, po një prej ekspertëve i cili e udhëheq rezonancën, është drejtori i rezonancës 3, është me përvojë ndërkombëtare, ka punuar shumë në Francë edhe në Zvicër kryesisht. Dhe bashkëpunimi mes për shembull rezonanca 3 dhe krejt poliklinikës së këtyre me laboratorin këto është një familje, domethënë. Kjo është një familje. Gjitha bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Funksionon për të gjithë. Kjo neve na bën goxha të fuqishëm në laminë e shëndetësisë, sepse kemi disa njësi të cilat bashkëpunojnë shumë ngushtë, sepse është e njëjta familje. Bashkëpunojnë ngushtë me njëra tjetrën. Edhe kjo është një çelësi i suksesit tonë. Prandaj edhe është ku është rezonanca. Pra edhe është ku është rezonanca.